Dje u ktheva prej vizitës në... U ktheve? Dje u ktheva, po. Po se thojnë u kthevsh, tani u kthevsh. Ishte një vizitë jashtëzakonisht e mirë, edhe e përmbushse shpirtënore. Kush do të qofë që do me përmbush veten shpirtënisht, ja u kisha preferu me shku. Edhe pa hezitu, pa e menu 2 herë. Konsideroj që e kam vënu shumë pa shku atje, pa e vizitu. Unë me krenari takoj besimit muslimat. Çfarë ndjesie ishte për ty? Kjo është një nivel tjetër përmbushësimi. Ju e dini që historia e Qabës është e lashtë. E ka ndërtu profeti Ibrahim a.s. Pastaj e dini dhe sakrificën e tij djalit Ismail, etj. Pastaj vazhdimësia e profetit Muhammed në fund si profeti i fundit. Është i papërshkueshëm momenti. Do të më shku me vizitu vetë, personalisht për me e ndje fuqinë e madhështisë atij vendi aty. Nuk kam fjalë me përshku, Resul. Veç për jeto. Sigurisht emocionet, lot janë kanë qenë. Dy fotografitë e fundit janë familja. Po, këtu është një fotografi e familjes, është Jehona, shoqja ime. Falenderus shumë, ka ditë me duru, ka ditë me mirë kuptu, edhe vazhdojnë me mirë kuptu vazhdimisht në jetë. Për te i shumë sprovave që kemi pasur dhe si familje, edhe që kemi. Pastaj këtu 3 fëmijë tanë janë, krenari është më i madhi prej fëmijëve. Tash është 15 vjeç, kjo është foto e pak më e vjetër. Tash është 15 vjeç. Është Urtina, vajza e dytë. Është edhe Una, vajza e tretë, pra 2 vajza dhe 1 djalë. Sigurisht, krenaria, si me thënë, gëzimi i parë i familjes është djali. Po dashnia, ose si me thënë, e tërheqja prindërore është te vajzat më shumë. Të lidhë më shumë emocionalisht vajza. Kështu që kanë, edhe djali dhe vajzat kanë dashni të veçantë, por që vajzat i du më shumë. Do mu kanë kështu si sinqert, i du më shumë vajzat. E du edhe djalin, po vajza është loqka e shpirtit. Qa mi thënë? Cila është si ti? Cili është si ti? Na e kemi njësë. Dhe cili si gruaja? I thonë drejten, Urtina është më shumë me thelsi sifate ka unë. Ne kemi pas edhe një sprovë, vazhdojmë të kemi pak edhe këtë kohë fundit me Urtinën, me një smundje të rallë. Urtina është ballafaqur me një tumor të rallë si para 3 vitesh. Ka që vogël? Po, janë raste të ralla, që lajmërojnë të fëmijët kryesisht, të mos të reja.